Qyteti i Gurt, Gjirokastra, na ka bërë gjithnjë krenar për vlerat kulturore dhe arkitektonike që mbartë. Shtëpia e Zekatëve i është çdo turist e çdo vizitor për të parë ambientet e saj shekullore. Ne takojmë trashëgimtaren e Zekove, e cila na bën një guid në shtëpinë ku ka jetuar si fëmijë. Por udhëtimi ynë nuk ndalet këtu. Ngjitemi pak më sipër në një kryevepër moderne, por me stil dhe shije krejt tradicionale. Resort Kërculla qëndron si një kuror vezulluese mbi Gjirokastrën e Gurt. Nëse ka një kuror për të cilën Shqipëria vlen të mburret me të shkuarën e saj, ajo padyshim është Gjirokastra e vjetër, e ngritur nën kurrizin e malit, qyteti i cilësuar i Gurt, një kështjellë mirëfillt arkitektonike. Qyteti që kadare në veprën e tij e ka quajtur më të pjertin në botë. Qyteti që për të kishte thyer të gjitha ligjet e urbanistikës, aq sa në vend që të bie në një grop gjatë udhës, mund të bie mbi pullazin e një shtëpie të lartë. Pikërisht atyre shtëpive që qëndrojnë edhe sot kryelarta, dëshmitare të një qyteti plot mistere e legjendash urbane që qarkullojnë edhe sot gojë më gojë. Sokakësh të marrësh, personazhesh të çuditshëm e turlik thinësh si asnjë qytet tjetër në botë. Arsyeja për të cilën vizitorët e huaj dhe ata vendas vazhdojnë të habiten edhe sot me këtë qytet, arkitekturën dhe stilin e pasur folklorik, atë që mbron me po kaq madhështi, kulla katërkatëshe e Zekatëve, unike në llojin e saj, një intrigë vërtet arkitekturore dhe njerëzore, ndërsa shëtit në brendësi të kësaj karabinaje të ndërtuar në vitin 1810, gati në të njëjtën periudhë me rindërtimin e kalas së Gjirokastrës nga Lipashtë e Pelena. Dhurat që ai bëri një prej kryeekonomistëve të tij më të besuar, një ndërtesë me 2 kulla binjake dhe me një hark të madh të 2 fisht, nga ku përtej i zoti i shtëpisë shikonte nga balkoni njerëzin në qytetin nën këmbë dhe përtej luginën e Drinos, atë çka me kaq zell na përcjell në vizitën në shtëpinë e Zekatëve edhe Vojsava Zeko, një nga trashëgimtarët e shtëpisë, e cila rrëfen në këtë udhtim tonin çdo ndjesi, orendi dhe mister të shtëpisë, ku dikur jetonin paraardhësit e saj, por edhe ajo vetë. Sava, ju jeni pronare e shtëpisë këtu, megjithatë edhe kujtoni si banore shtëpinë, keni jetuar deri 8 vjeç. Kam jetuar deri në vitin 68. Këtu hym në katin e parë të godinës, shoh derën. Dera është origjinale siç ka qenë. Dera është origjinale siç ka qenë, që kur është ndërtuar shtëpia. Një derë e rëndë. E rëndë që më bën përshtypje dera 1 dhe mure 2. Trashësia e mureve është shumë e madhe. Trashësia është 1,20, domethënë pjesa e mureve kryesore, dhe të gjitha dyert kanë kataraktin pas që themi ne, që e mbyllin tepër tej derën dhe nuk kishte mundësi që të hapej me asnjë gjë. Në këtë kat, këtu në anën e majt, çfarë dhome ishte kjo? Përse për shërbente? Kjo ishte katoqi që e themi ne në gjuhën gjirokastrite, që shërbente për të mbajtur drut, qymyrin, ato gërqeren që lyenin zakonisht shtëpitë, i mbanin vetë, përgatisnin vetë, dhe në krahun e djathtë është musluku i shtëpisë që shërbente për të gjitha nevojat e familjes. Është një depo e madhe uji, domethënë edhe që mbushej nga uji i shiut. Dhe pastaj kryeshin nevojat e familjes. Këtu ndërkohë në katin e parë shohim dhe një divan të vogël. Aty uleshin gjyshet, vajzat që rrinin gjatë kohës që të pushimit që bënin, se zakonisht e gjitha punët në vite, më përpara i bënin shërbysët, pastaj i bënin vetë zotët, më thënë, vende qëndrimi janë. Në kohën që ke jetuar ti nuk ka patur shërbëtor shtëpia. Jo, nuk ka pasur. Atëherë këtu ngjitemi në katin e dytë. Në katin e dytë dhe këtu në katin e dytë kemi një dhomë tjetër. Kjo është Tilari i Zahires. Çfarë thot Tilari i Zahires është aty. Pse i Zahires? I Zahires, domethënë Zahire quhet që mbanin ushqimet. E kuptoj. Që përgatisnin gjalpin, djathin, gjizën. Domethënë përgatisnin ushqimet që të ishin gati për dimër. Dhe pjesa poshtë është si një depo, si frigorifer për të mbajtur burmentin të freskët. Dhe gjithashtu këtu ishin dhe hambarët e grurit dhe të mislit. Si që vinin nga fusha,
i mbanin këtu në këtë dhomë që qëndronin të pasta dhe që përgatitnin ushqimet për zajren e dimrit. Këtu ka dhe një ambient të fshetë? Po. Si gjithë shtëpitë Gjirokastrite që po Si gjithë shtëpitë Gjirokastrite ka një ambient, po, ka një ambient të fshetë. Dhe këtu çfarë fshiheshin Florinët këtu? Tani mbasi dhe Florinë fsheshin, po dhe në një gjë, po, këtu poshtë. Është një, ja tregohet këtu. Një depo, një kështu e vogël, që është hapësirë boshe atje për të fshehur. Me gjithmonë shtëpi Gjirokastrite kishin një gjë. Këtë e dinte familja, natyrisht, edhe mbulohej kështu me qelima. Edhe mbulohej kështu dhe nuk dukej se çfarë ishte. Ne shohim edhe këtë, një lloj porte është kjo me këto drasat, për çfarë shërben? Ajo shërbente për të mos së vajtur, të luanin fëmijët këtu që mos binin fëmijë, domethënë mbrojtëse, për të mos rrëzuar, për të penguar. Megjithatë, ky nuk ishte kaq që banohej. Jo, këtu ishte thjesht vend për të luajtur dhe për të qëndruar vajzat, fëmijët. Nuk shoh shumë orendi në shtëpi. Nuk ka pasur shumë orendi, por tani këto gjërat e vjetra nuk janë ruajtur. Është mbreslëndse të shikosh një mendim të tillë arkitekturor të pothuaj 2 shekujve më parë, të mishëruar kaq perfekt në këtë objekt kthinash të pafundme, shkallë që gjerpërojnë kudo, skuta diabolike njerëzore, orendi të pazakonshme, një shtëpi, le të themi, ku ndihesh i survejuar gjithkohës nga sy të padukshëm. Tani sa vanem në katin e tretë, këtu fillonin odat e gjumit. Natyrisht këto krahas të qenit të gjumit ishin dhe odat e ndenjës, apo jo? Pra qëndronte familja edhe gjatë ditës edhe flinin këtu. Tani për ta përcaktuar natyrisht që këtu qëndronin deg të ndryshme të familjes. Pra nëse një djalë martohej, nusja vinte bashkë me fëmijët. Bashkë me familjen. Dhe qëndronin në një dhomë. Të ndodhemi në një odë tipike, ndenjeje dhe fjetjeje. Kështu kanë qenë këta divanët? Dhe si për divanëve vendosnim 2 shekët. Dhe këto tamtellat dhe këto i kemi përgatitur, domethënë një odë Gjirokastrite tipike ishte me këto. Ndërsa përsa i përket drurit, druri është origjinal. Druri është pothuajse origjinal, dollapet janë origjinal. Zakonisht në këto dollape vendosnim pjata porcelani, gjëra të bukura që i mbanin vetëm për miq. Ndërkohë xhaku. Xhaku është i lidhur me hamamin, domethënë këtu ka pas një pajisje që ngrohej uji dhe me anë të një pajisje diljet e pjesa nga pas dhe bëje një banjë me avull. Pa, shumë të sofistikuar kanë qenë një pjesë. Kanë mirë menduar që në ato kohë, domethënë çdo gjë në këtë shtëpi është e mirë menduar. Si përcaktoheshin odat? Kush i përkiste kujt? Odat e dimrit ishin oda me dritare më të vogla dhe më të ulta, kurse oda e beharit i kanë dritaret më të larta dhe me hapësirë më të madhe. Ndërkohë që kjo është një odë? Kjo është odë dimri. Odë dimri. Shtëpia ka 5 odë xhak, po 2 janë thjesht për dekor dhe 3 janë funksional, sepse janë në këto odat e dimrit. Sa vim në katin e 4 dhe kati 4 është kati më i lartë i banesës dhe është një kat që karakterizohet nga ky balkoni me një pamje spektakolare nga ku duket thuajse i gjithë Gjirokastra. Dhe ky është një balkon i veçantë sepse edhe i zoti i shtëpisë mbikëqyrte këtu. Mbikëqyrte që këtej. Shtëpia është e përbërë nga 2 kulla. Po. Dhe e bashkuar me këtë pjesën që ne e quajmë kamerie. Ky është kat i rëndësishëm pasi ka dhe odën e miqve. Po, që quhet dhe odat e beharit që janë më të larta, me dritare më të mëdha. Atëherë kjo është dhoma më e veçantë, shumë e bukur sepse shihet se sa shumë detaje ka edhe që janë të pikturuara dhe të gdhëndura që shkash me dorë, apo jo? Janë detaje origjinale të ruajtura që nga ajo kohë? Të gjitha janë origjinale. Ka disa restaurime dhe pjesa më e madhe është origjinale. Muret janë, të gjitha pikturat janë origjinale. Tani, në këtë odë miqsh, çfarë bëhej? Te kjo odë nuk flinte njeri, ishte thjesht për të pritur njerëzit. Dhe shohim që ka shumë hapësirë me këto divanet. Aty lart çfarë ndodhte? Atje kur kishin një gëzim, për shembull, aty mbanim fëmijë që mos i kishin fëmijë nëpër këmbë. Për sa i përket xhakut këtu, është thjesht dekorativ apo ka funksion? Ky është dekorativ, nuk është funksional, është thjesht për dekor. Për sa i përket mbulesave të divanëve këtu, kanë qenë kështu në po, kështu kanë qenë të bardha, po. Dhe qilimi ka qenë i kuq? Qilimi ka qenë i kuq. Afërsisht si kjo ndaj dhe e kemi bërë kështu këtë të kuq me këto me
shqiponja, se ishte si tradit. Unë shoh që këtu ka një tavolinë shumë të bukur, me shumë gdhëndje që është nga ajo kohë, besoj? Kjo është nga ajo kohë. Okay. Kjo kishte ngelur vetëm drasa të shkëputura. Edhe janë bashkuar, dhe ne, restauruar. domethënë për të mbajtur diçka një gjë nga ajo kohë, e bashkuam, e restauruam edhe e bëm një tavolinë të vogël. Ne e kemi përshtatur ashtu siç unë e kam parë kur e kishte shteti. Dhe unë e mbaj mend që ishte kështu dhe e përgatita përsëri ashtu siç kjo ishte. Pamje më rëmëndse edhe sot ndërsa shikon dhe lë pas gjithë këtë simfoni gurësh, drurësh, hapësirësh të pamata dhe afërmend ndërsa e viziton vetvetiu të kthen në kohën kur kjo shtëpi ishte e zhurmshme. Ashtu siç është edhe sot kur Gumëzhin nga vizitorët e shumë të huaj dhe vendas që nuk kanë se si të ikin nga Shqipëria pa vizituar Gjirokastrën dhe një shtëpi si ajo e Zekatëve. Angel, pse është e rëndësishme shtëpia e Zekatëve për Gjirokastrën? Po, jo vetëm për Gjirokastrën, për këdo që... Në fakt nuk do shumë koment. Ju që në pamjen e parë duket madhështia e saj, është një monument i rrallë kulture, hyn tek 4-5 monumentet e ansamblit të madh të monumenteve të Gjirokastrës, që është më i bukur, pozicioni i saj i vendosur mbi ansamblin e banesave të tjera, domethënë në rrëz të malit, poshtë këcullës si i thonë në Gjirokastër. Pastaj është edhe historia e saj shumë interesante. A ndryshon nga shtëpitë e tjera historike e Gjirokastrite? Natyrisht ndryshon edhe me sa duket ky ndryshim ka të bëj, ndryshim në arkitekturë flasim, ka të bëj me historinë e saj të ndërtimit. Kjo ka qenë një shtëpi dhurat Nga Ali Pashte Pelena. Nga Ali Pashte Pelena, në bazë të gojdhënave dhe të dhënave të transmetuara brez pas brezi, po edhe në bazë të ekspertëve të monumenteve. Përgjithsisht kjo nuk ka ndryshuar në pjesën më të madhe të saj, sidomos në pamjen e jashtme dhe në strukturat e brendshme të gurit, do të thosha, dhe të drurit, është e njëjta siç ka qenë në fillim dhe është ruajtur. Janë të dera, por natyrisht që ka vazhdimisht, është shtëpia e Zekatëve është në agjendën e turistëve, është pasqyruar edhe në të gjitha, po themi, guidat dhe informacionet që përcjell edhe bashkia, edhe që jepen nëpërmjet mediave, rrjeteve sociale, është natyrisht është një nga ne kemi tani një dëshmi të jashtëzakonshme të periudhës osmane, sepse përgjithsisht arkitektura e Gjirokastrës i përket periudhës osmane dhe ka gjitha elementet e asaj periudhe dhe pikërisht kështu është pranuar dhe në UNESCO si një vlerë e trashëgimisë kulturore botërore e një arkitekturë osmane. Por Gjirokastra nuk është vetëm qyteti i vjetër. Sa po lë shtëpinë e Zekatëve, pak më sipër, takon një godinë të re në gjurmët e asaj të vjetrës, ku ndërthuret magjishëm modernja dhe tradicionalja, guri dhe druri i punuar nga mjeshtrit e mbetur vendas dhe shërbimi modern i munguar që i duhet një qyteti që jeton me turizmin. Këto ofron edhe Resort Kërculla, ngritur mbi lagjen mbi të njëjtin emër. Një ansambël i mrekullueshëm hotelier që vjen i tillë jo vetëm në brendësitë të tij, por edhe në ambientin e jashtëm, kurorzuar në mënyrë shumë fine midis pishinës dhe fasadës të përshtatur më së miri për të gjitha orët e ditës, e sidomos pamjes spektakolare që të ofron shikimi nga balkonet e këtij resorti të Gjirokastrës dhe fushave që shtrihen poshtë saj. Ne bëjmë një vizitë brenda ambienteve të resortit, ku të zotët kanë ruajtur më së miri traditën vendase. Këtu futemi në një nga dhomat karakteristike të Resortit Kërculla. Në fakt gjitha dhomat janë të ngjashme me njëra tjetrën, megjithatë kjo është karakteristike pasi është pak më e madhe, është rreth 32 metra katror dhe shohim kombinimin shumë të bukur të tavanit karakteristik gjirokastrit me këto gdhëndjet artizanale dhe mobilimit modern. Mobilimi është modern, megjithatë mbart ngjyrat e Gjirokastrës, pra kafe dhe të bardhë, që e karakterizon të gjithë dhomën. Ndriçimi është një pikë shumë e rëndësishme e kësaj dhome, ku shihet ndriçimi edhe tek pjesa e kokës së krevatit, edhe pak më lart, pra ka ndriçim ekstra. Kjo dhomë
është perfekte gjithashtu edhe për mbrëmjet e dasmës ose për muajin e mjaltit, edhe shohim të pasqyruar shumë bukur edhe me këto trëndafilat këtu. Është një mobilim modern, por i punuar nga mobilerist nga Gjirokastra këtu. Gjithçka është shumë e pastër, shumë e re, dhe shohim edhe pjesën e tualetit që e kompleton tamam këtë lukun dhe dizajnin e kësaj suite ose dhome. Këtu jemi në një tualet modern me ngjyrat e pllakave që janë gri me ujëra. Shohim që dushi është shumë i bollshëm, i madh, gjithçka është shumë e shkëlqyeshme, shumë e pastër, edhe pjesa e lavamanit dhe mermerit këtu. Këtu është pjesa e WC-s dhe pasqyrat që karakterizojnë të gjithë tualetin. Tualeti është i ndriçuar, shumë mirë dhe është perfekt me këtë dhomë. Shohim gjithashtu një pikë tjetër të fortë të dhomës që është balkoni. Kjo dhomë preferohet shumë për balkonin që ka një pamje të mrekullueshme të gjithë qytetit të Gjirokastrës dhe të gjithë natyrës që e rrethon. Është një balkon shumë i bollshëm, shumë i madh, ku shohim që në këtë tavolinën e vogël mund të shijohet një mëngjes perfekt, por gjithashtu edhe një kafe ose një pije mbas ditave. E gjithë kjo hapësirë është e mjaftueshme për të patur atë privatësim për ata që përdorin dhomën, edhe mund të qëndrohet shumë mirë edhe këtu pa lënë këtë ambient nëse kërkohet kjo gjë nga klientët. Megjithatë, kjo pamje zor se gjendet diku tjetër. Kjo është një tjetër nga dhomat e rezortit Kërculla. Është një dhomë e ngjashme me dhomën që sapo përshkruam gjithashtu. Megjithatë, ka disa detaje të ndryshme. Kjo dhomë është gjithashtu e pajisur me një mobilim modern. Ka këto detajet klasike që e karakterizojnë dhe ngjyrat tipike gjirokastrite. Përpara se sa të shkojmë te tualeti, shohim që këtu është edhe dollapi. Dhe dollapi është inkorporuar shumë mirë në mur, duke e bërë të gjithë hapësirën akoma më elegante dhe më të pastër. Shohim në pjesën e tualetit. Tualeti karakterizohet sërish nga këto ngjyrat gri me ujëra, ka pjesën e dushit me xham këtu dhe mban gjithashtu një jacuzzi të vogël që e bën këtë dhomë pak më romantike për çiftet që duan ta provojnë. Ky është një balkon i këndshëm, pak më i vogël se sa i dhomës më përparshme. Në fakt, kjo dhomë është vetëm 29 metra katror, në krahasim me 32 metra katror që ishte dhoma tjetër. Megjithatë, ky balkon është shumë i bukur, pasi ka pamjen e pishinës dhe përtej pishinës shohim të gjithë malet që e karakterizojnë natyrën tonë shumë të bukur. Kjo është një pamje spektakolare që tërheq çdo njeri që vjen ta vizitojë këtë resort. Këtu jemi në një tjetër model dhome, sërish me mobilimin modern, që shoqëron detajet klasike dhe tradicionale të Gjirokastrës. Megjithatë, disa detaje janë pak më ndryshe nga dhomat e më përparshme që pam, si për shembull ky guri që karakterizon këtë faqen e murit është pak më ndryshe, i punuar nga ai më përparshmi, ku ishte pak më i shkëlqyshëm. Ky është më matë dhe ndërkohë kemi këtë pamjen shumë të bukur të Gjirokastrës, që është e gdhëndur nga mjeshtra artizanal që vërtet i jep shumë gjallëri dhe shumë identitet kësaj dhome. Këto dhoma shohim që karakterizohen nga drita dhe pamja shumë e bukur. Gjithashtu edhe disa ngjyra janë pak më të ndryshme, shohim që edhe ngjyrat e perdeve, për shembull janë në roz në këtë rast. Pasi lëm katin e parë të resortit ku janë vendosur pjesa më e madhe e dhomave të gjumit, ngjidhemi në katin e dytë, një tjetër befasi që na ofron resorti, ku dominojnë përgjatë gjithë vizitës punimet e drurit dhe të gurit, në një dominancë të ngjyrave dhe skalitjeve tipike gjirokastrite. Ku midis të tjerave, dallon edhe restoranti me meny me ushqimet pasura bio nga kopshti i resortit.
Kati më poshtëm, ku janë pjesa më e madhe e dhomave të hotelit, pra 8 nga dhomat e hotelit, ne ngjitemi në katlin bazë, ku janë vetëm 2 dhoma, ky hotel ka vetëm 10 dhoma, por ky katëll është shumë i bukur, me një tavan shumë karakteristik, me punime artizanale Gjirokastrita, që tërheq cilin do vizitor që vjen këtu. Gjithashtu abazhuri merr një vëmendje shumë të madhe, abazhuri kristal dhe kombinohet shumë bukur me punimet e drurit dhe gjithashtu edhe këto piktura me panorama Gjirokastrita. Teksa ngjitesh nga këto shkallë, nuk mund mos vësh re sepse vjen më përballë ky punim i mrekullueshëm i shqiponjës në gur dhe më pas nëse vazhdon djathtas kthehesh tek dhomat, ndërsa këtu majtas dalin jashtë për tek restorantet e barit. Ngjitemi në katin e sipërm të hotelit. Kati i sipërm është pjesa e restorantit, një restorant vërtet mbreslënës që impresionon çdo që vjen të drekojë dhe të darkojë këtu. Këta tavan të mrekullueshëm, të gdhendur në mënyrë artizanale nga ata pak mjeshtra që i kanë mbetur Gjirokastrës, vërtet i japin shumë hije shik këtij ambienti. Tavanët e këtij hoteli kanë dashur rreth 8 muaj që të përfundojnë dhe gjithçka është e bërë me dorë. Çdo gdhëndje në ngjyrën kafe këtu kombinohet shumë bukur edhe me abazhurët e kristalt që japin shumë bukuri ambientit. Këtu ka 9 tavolina dhe gjithashtu tërheq shumë vëmendje edhe pjesa e oxhakut këtu me detaje Gjirokastrite, natyrisht i jep shumë ngrohtësi. Kemi dhe një listë shumë të mirë verësh, vera franceze dhe italiane, por ku nuk mungojnë edhe verat shqiptare, vera e arbrit. Krahas dizajnit shumë të bukur, ngjyrave të këtij ambienti, mbreslënse është gjithashtu edhe pamja që e karakterizon. Nëse në mëngjes mund të zgjedhësh të bësh edhe një shëtitje me kuaj jashtë resortit, mbrëmja buz pishinës me pamje nga Gjirokastra në Muzg është një atraksion që nuk duhet humbur. Vetëm 2 muaj që jeni hapur, që e keni vënë në dispozicion për njerëzit dhe gjithë ata që janë kurioz ta shohin. Si ka ecur këto 2 muaj? Kemi pasur turizëm edhe vendas, çuditërisht edhe turistë të huaj të cilën na ka frekuentuar. Ka qenë një balans të rretheve? Të rretheve, po, të rretheve. Ka qenë një balans në mes të dyave. Po të huaj, çfarë përshtypjesh kanë? Efekti i parë është impresionimi, pamja, pozicionimi ku ndodhemi, gjithë pjesa që duket nga resorti. Edhe pse ka pak kohë që është ngritur si strukturë hoteliere, duke se pritshmëritë ja kanë vletur, ky hotel është kurorëzimi më i mirë i bukurisë Gjirokastrite. Si na ishte nevojshme që të bëhej një resort këtu në Gjirokastër me një pamje 360 gradëshe ku duket gjithçka. A e donin njerëzit këtë, njerëzit vendas, po edhe turistët? Atë resort Kërçulla u ndërtua mes një zëndësie të qytetit, e cila na ndihmoi që të krijonim një projekt në mendje për të sjellë një risi të re. E kishit vënë re interesin e njerëzve për të patur diçka tradicionale, tipike Gjirokastrite, por më shumë luksoze dhe më shumë të rafinuar. Ajo është që ne kemi ndërthurë këto të dyja pjesët, dhe luksozen dhe tradicionalen. Kur mendohet tradicionale, mendohet pikërisht punimi i drurit, gdhëndjet e artizanëve që ju e keni përgjatë gjithë ambienteve të brendshme dhe të jashtme të hotelit. Ne jemi munduar të ruajmë traditën, bazën që na karakterizon, dhe janë të gjitha punime artizanale, të ndërtuar nga të pakët njerëz që mund të realizojnë këto gjëra, dhe janë të gjitha punime dore, punimet e gurit, punimet e drurit, tavanet. Panorama që Resort Kërçulla të ofron është e jashtëzakonshme, në verë, por edhe në dimër.
Gjirokastra nuk ka vetëm turizëm sezonal, përgjithsisht turistët janë turizëm kulturor, sepse çdo rrugiste, çdo pjesë e qytetit ja blen për të eksploruar. Prandaj ne kemi munduar ta shfrytëzojmë edhe pjesën e dimrit, pjesa e Oxhakut që ne kemi. Tek restoranti, që jep ngrohtësi pak më shumë. Të ofron të kalosh një mbrëmje të këndshme në praninë e Oxhakut, ndoshta një gotë verë. Mund të shijosh të shijosh edhe magjinë që t'i jep dimri këtu, se ka një lloj atraksioni tjetër ndryshe nga vera. Gjirokastra në vetvete është një mozaik i madh që vlen të vizitohet në çdo stinë, një rrugë ndalëse në sokakët e anëve, të heronjve, të shtëpive që duket sikur takojnë qiellin. Të kulinarisë, por edhe të vetë historisë së Shqipërisë, një destinacion për të mos u harruar kurrë.